Habit eksperti, ja sa herë duhet të pastroni frigoriferin dhe si. Pastrimi i rregullt i frigoriferit është një hap i rëndësishëm për ruajtjen e shëndetit, pasi mjedisi i tij mund të bëhet stre për bakteriet dhe toksinat që grumbullohen shpejt. Për të siguruar që frigoriferi juaj mbetet i pastër dhe i sigurt për ushqimet, ekspertët rekomandojnë pastrimin e tij çdo javë. Nëse nuk keni mundësi të pastroni kaq shpesh, bëni zakon të fshihni me kujdes çdo produkt që do të vendosni përsëri, për të zvogëluar praninë e mikroorganizmave të padëshiruar dhe për të ruajtur një ambient të pastër. Për të filluar, është e rëndësishme që para se të pastroni frigoriferin dhe ta zbrasni nga produktet. Pas kësaj mund të pastroni raftet dhe sipërfaqet me një përzierje të thjeshtë, 2 lugë çaji sot buke, 1 litër ujë të ngrohtë. Kjo formulë është efektive për largimin e yndyrës dhe grumbullimin e pavastërtive. Nëse mbani shumë ushqime në frigorifer, është e rëndësishme ta pastroni atë çdo 15 ditë dhe rrënjësisht 1 herë në muaj.